Vim ke rruga, bukur. Aty ku duhet. Atëherë, rruga dhe nga njëra anë dhe presioni ndërkombëtar nga krahu. Tani vim te presioni ndërkombëtar dhe ke rruga. Me gjithë respektin, presioni ndërkombëtar për shtetbërjen shqiptare ka qenë domosdoshmëri, por ama gjithmonë lëvizja dhe goditja vjen nga brenda. Absolutisht. Vjen nga Një qytetarët. moment, Romir se solle në një pikë vërtet shumë interesante. Ja tek ndërkombëtarët. Ja, se kam faktin konkret. Pra, në momentin që Komisioni Evropian doli dhe foli qartë, pra e la të kuptohet si një kusht sine qua non madje, që largimi ose vendosja përpara drejtësisë e Belinda Ballukut është kusht për integrim. Dhe që sot si drejtohet kryeministri shqiptar pikërisht Gonzatos, ambasadorit BE-s. Ndjekim pak 11-ën. Më vjen keq që gabove duke menduar që ishe i fundit, se pas te e pati më të rëndësishëm se ty si ministri i pushtetit vendor, si drejtuesi i UNICEF-it, e pastaj merri radhë mua, kështu që unë nxitove kur the që kur na peçi nga lart poshtë. Në fakt, tani ti e poshtë, unë jam lart si shef. Ndërkohë dua të falenderoj edhe vajsuesin e UNICEF-it. Realisht kemi nevojë për këtë bashkëpunim. Nëse Bashkimi Evropian i ka të dyja, ka edhe lekët, ka edhe mendjen. UNICEF-i nuk ka lek, po ka mendjen, ka dhe zemër. Kështu që kinezët thonë një mendje, hiç mendje, dy mendje, një mendje, tre mendje, dy mendje. Kështu që bashkimi i mendjeve tuaja bën një mendje për ne, edhe mendja jonë edhe pastaj zemrën e kemi vetë ne. I tha të tërë Atila, po të shikosh, pra Gonzatos të ta ti e poshtë, unë jam lartë, citoj kinezët, ju keni parat edhe mundjen ne kemi zemrën, e bëri të qartë Edi Rama që nuk pyet. Po, ai e bën gjithmonë këtë, në thënë, mënyra se si sillet me ta, është gjithmonë e njëjta. Problemi është pasqyra çfarë bën. Pikërisht. Si sillet. Nëse vazhdon qesh i kënaqur se kryeministri i vendit po tallet me të, është çështje e tij. Por presioni i Komisionit Evropian, si të duk, i mjaftueshëm është dalje nga është standard apo dalje nga një konjunkturë më mbështetëse ndaj Edi Ramës? Janë disa standarde që ata nuk i shkelin dot. Po. Domethënë, kur vjen një moment kur ngrihet një pyetje e tillë, ti do të japësh përgjigjen. Po, Komisioni Evropian mos haroj, Marta Kosit ka qenë ai më konservatori në raport me Edi Ramën në mbështetjen e tij, Nuk ke mundësi të japësh një përgjigje tjetër. Ti duhet japësh atë përgjigje dhe nuk lëviz dot. Problemi është çfarë ndodh mbas asaj përgjigje. Këtu jam. Dhe ajo ndodh kjo e sotshme. Që ai do vazhdoj me këtë gjuhë. Pra, ajo që ndodhi në Tropoj, që bënte karshëllik me Kinën përballë të ngakuarsh me punë ambasadës amerikane. Sa po e citoj dhe Kinën. Sa po e citoj. Dhe në fakt kjo që thot, pra, me deduksion përjashtohet, pra ndërkombëtarët deri këtu, Rama do të vazhdojë të bëjë batutat e radhës, do qeshin ata që janë rrotull me shakat plot krip të tij, ndërkohë që me sa duket mbetet kjo rrugë. Ndjekim pamjet, më ndihmoni me 304-ën.